Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në natën e dytë e emisionit Ta Tokim. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Shumë shpejt erdhi nata e dytë dhe më besoni do të jetë edhe më e bukur se e para. Në fakt edhe ti Noela sot je bërë kinge, shumë e bukur. Oh, faleminderit shumë patjetër. Po sa të shkon fustani? Tani jeshilja, unë pa jeshilën sikur Fare. Nuk bën, nuk funksionon pa jeshile. Fare, jo. Do me thënë garderoba jote ka më shumë ngjyrë jeshile? Po. Të gjitha llojet e jeshile. Do më shihni në letën në vazhdim. Okej. E kanë shumë problem gratë në Shkodër veshën një herë për festa, se kanë përshtypjen shumë shqetësim. Në dyqane tani shej vetëm gra që interesohen për masat e tyre. Patjetër që është një shqetësim, e kanë shqetësim, jo po masa, jo po ngjyra, jo po modeli, jo po çmimi. Tani ku e kanë më shumë problemin? Te masa apo te çmimi? Ku ankohen më shumë? Te masa, Unë mendoj te masa, se tani ca tulla duhen fshehur. Ashtu? Po pse e the kështu me siklet? Mos e ki problem fare, ti je një femër shumë dinjitoze, shumë e këndshme, gjithë jetë vitale, ma me një voglushit vogël, 2 vjeçar, është shumë i këndshëm. Faleminderit shumë, po tani mëmësia i ka ca peshëra më tepër, edhe ca knacira më të mëdha. Sigur ti ke fajin se unë me peshën te e kam këjton, po sot zezën vesha, se e di që e zeza tak, linja të fut pak brenda. E zeza gjithmonë elegante, gjithmonë e bukur, e patjetër. E po bukur. Por përveç të zezës, ti je gjithmonë shumë e bukur. Okej, tani se nisëm emisionin, unë të lavdëroj ty, ti më lavdëro mua, gëzuar, do t'i transmetojmë ne ato reportazhet apo jo? Po që duam reportajet? Po jo, me se kemi bë gjithat punë, e pesi e thamë aty të spoti, lëri gatimi, lëri fustanet, lëri dyqanet, meru me emisionin, me shëtitjet dhe takimet e vazhdueshme me personazhe. Cili është personazhi i parë që do ta nisim sonte me të? Kush e hap si parin? Personazhi i parë unë mendoj që edhe e meriton, edhe për faktin e institucionit që ai drejton, që është një institucion shumë i rëndësishëm në qytetin e Shkodrës dhe më gjerë, në gjithë rajonin e Veriut, bëhet fjalë për Universitetin e Shkodrës Luiç Grakuqi. Dhe ne falenderojmë rektorin e këtij universiteti, zotin Tonin Gjuraj, për mikpritjen që ka treguar dhe është bashkëpunues nga gjithë titullarët që kanë institucionet në Shkodër. Zoti Tonin Gjuraj është shumë bashkëpunëtor dhe asnjëherë nuk i kthen gazetarët mbrapsht për arsye nga më të ndryshmet. I lë të gjitha punët dhe gazetarët i mirëpret. Është edhe mirënjohës, është edhe mirënjohës. E falenderojmë shumë sepse na ka dhëruar një bisedë vërtet shumë të këndshme. Do të flas në këtë intervistë, jo vetëm thjesht urimi që tradicionalisht ne e mbledhim nga çdo institucion, por edhe për autoritetin e universitetit. Dhe është shumë e rëndësishme për ne se cilat do të jenë ndryshimet në 2026 për të gjithë ata studentë që interesohen për këto ndryshime. Por cilat janë ato, ndiqni një intervistë të plotë që është, do e quaj, një radiografi e universitetit për 2025 dhe shpresa për 2026. E ndjekim. Shumë kënaqësi që vargu gjatë të kartolinave patjetër do t'i bashkohej dhe urimi juaj. Por duke qenë se kemi ardhur në institucion Universitetin Luiç Grakuqi të Shkodrës, le ta nisim me një konkluzion të përgjithshëm se si ka qenë 2025 për ju. Edhe për institucionin, kuptohet. Për mu si rektor i këtij universiteti është kënaqësi që ti drejtohem me një kartolinë urimi teleshikuesve TV një Channel, ti kanali kaq të dashur për shkodran, po jo vetëm. Kështu që në këtë kontekst dëshiroj t'ju falenderoj fort që më keni bërë pjesë se këtyre urimeve për vitin e ri 2026. Nëse do të merremi me 2025 dhe do të përzgjedhim ato pikat më kyçe të cilat i ka arritur universiteti, por edhe për hir të transparencës, nëse ka ndonjë pikë që mbetet për 2026 për të realizuar, le ta themi si një shpresë e bukur për gjithë teleshikuesit. Natyrisht, mendoj që kemi shënuar disa arritje së bashkut me senatin akademik, me drejtues të njësive bazë, të njësive kryesore, me studentët, me këshillin studentor, me drejtoritë përkatëse të cilat mendoj që janë energjizuar. Për shembull, unë mendoj që gjatë 2025-s ne ja kemi arritur ndoshta të diversifikojmë imazhin e institucionit. Unë besoj që jemi përpjekur të jemi sa më transparent, qoftë me median, qoftë me komunitetin, qoftë me studentët, me personelin e kështu me radhë. Unë besoj që institucioni është më i hapur
përsëri në raport me komunitetin, në raport me aktorët e tjerë shoqëror, në raport me pushtetin vendor. Unë besoj që kanë patur dhe kemi shënuar një rol në rritje të studentëve në qeverisjen e universitetit. Dhe kjo dëshmohet nga aktiviteti, intensiteti, aktivizmi i studentëve, i klubeve studentore, i vetë këshillit studentore kështu me radhë, sepse qasja me studentin qendër ka qenë për mu dhe do metet një ndër prioritetet e drejtimit të këtij institucioni edhe në vitet në vijim. Pastaj, a kemi patur ne vështirësi, pa diskutim. Disa vështirësi burojnë edhe nga kuadri ekzistues, po them ligjor dhe rregullator, i cili ka nevojë gjithmonë të përmirësohet. Dhe rishikimi i rregulloreve, rishikimi që do filloj së shpejti dhe ligji të ri të arsimit lartë do ta lehtësojë ndoshta për 2026-ën aktivitetin dhe mirë funksionimin e këtij institucioni. Po besoj që për 2025-ën, për shembull, drejtoria e ndërkombëtarizimit, e kërkimit shkencor dhe e projekteve është energjizuar. Besoj që është një drejtori e cila ka përmirësuar goxha imazhin e institucionit. Ne arritëm të ndërtonim nga e para drejtorinë e marrëdhënieve të publikut dhe studentëve, që janë vendosur pikërisht këtu në rektorat, që së bashku me specialistët e kësaj drejtorie dhe me drejtuesen e saj që ka të bëjnë me alumnin, me bizneset, me studentët, me të tretët, kanë arritur që ta hapin më tej këtë institucion dhe të intensifikojnë kontaktet me aktorët kryesor, të cilët ndihmojnë në mbarvajtjen e punëve në universitet. Ka patur pastaj disa rishikime të tjera të kuadrit rregullator, po punohet për të patur një rregullore të re të programeve të studimit, sepse do kalojmë në një fazë tjetër, e cila ka nisur, por që gjatë 2026-ës pa diskutim që do të bëhet realitet, siç është riorganizimi institucional. Institucioni ka ardhur koha që të bëjë një lloj bilanci në raport me numrin e studentëve, në raport me zgjerimin e ofertës akademike. Për shembull, unë mendoj që ne duhet ta konsiderojmë arritje, edhe pse nuk është kjo detyra e universitetit, ndalimin ndoshta i rënies së numrit të studentëve. Dhe unë kam theksuar disa herë fakti që ne kemi stopuar rënien është një arritje, edhe pse tek cikli i dytë i studimeve në programet e masterit të shkencave dhe master profesional ne kemi shënuar një rritje e lehtë është, por është pozitive sepse tregon trendin. Tani masat apo reformat që ne do ndërmarrim për 2026-ën pikërisht këtë synojnë, që të fillojmë tani një rritje graduale duke zgjeruar ofertën akademike në të tre ciklet e studimit. Janë edhe disa dektoreja që kanë realizuar që i përshtaten më mirë ekonomisë së tregut. Guida turistike, teknikë sistemesh kompjuterike, teknologjia ushqimit dhe gjitha këto. Kanë filluar të kenë interes. Marketingu inovativ, infermeria klinike, si vjet kanë qenë risi për hir të vërtetës. Kemi GIS dhe planifikim urban, të cilat jam i sigurt që vitin tjetër, kur ne kemi një marrëdhënie publike ndryshe, të shtojmë kontaktet me maturantët, jo vetëm në Shkodër, siç kemi thënë, por në krejt Veriun dhe Verilindën e vendit. Keni asistuar dhe në takimin që keni bërë në Malsinë e Madhe, ku keni qenë në çdo shkollë dhe jo vetëm Malsinë e Madhe, por në vërtetë ne kemi kalu disa që absolutisht, dhe unë i falenderoj fort mediat për këtë, veçanërisht TV një channel, siç e theksova në krye të herës, ju keni qenë vazhdimisht në gatishmëri për të përcjell këto aktivitete të universitetit dhe kontaktet që ne kemi patur me maturantët. Ne do të jemi më të organizuar dhe më të sistemuar për 2026-ën. Ne po prodhojmë një guid për maturantët, një guid të vetme ku do jetë i gjithë informacioni i përqendruar, që të ketë saktësi në informacion, të ketë qartësi, që studenti, maturanti, pra studenti potencial i universitetit ton,
të ketë një panoramë të qartë se çfarë ofron ky institucion, përveç programeve studimit, edhe evente, aktivitetet të tjera, të cilat kanë bajnë me gjithë komponentet që ofron një institucion i lartë akademik siç është Universiteti i Shkodrës. Dhe kontaktet me maturantët ne do t'i fillojmë më herët. Do t'i fillojmë që në muajin mars. Pra në mënyrë që ato kenë kohë që kur të bëjnë zgjedhjen e programeve studimit, qoftë sa i takon institucionet arsimit lartë, po dhe në vetvete programet, ato të kenë një qartësi më të madhe dhe të kenë mundësi që universitetin ton, programet që ne ofrojmë në bachelor dhe në master ta kenë zgjedhjet parë. U do vlerësoj edhe një fakt që është përcjellur në media që projektet që ka universiteti e kanë shkëputur nga jo klauzola ku çdo gjë fillonte dhe mbaronte këtij institucioni dhe nesër kur studentët dilnin në ekonominë e tregut ndiheshin të pa harmonizuar me realitetin. Tashmë kemi parë projekte që i afrojnë studentët me komunitetin. Rasti konkret ishte projekti që u shpall te festa e Çobanit, apo raste të tjera ne sapo e kemi paraqitur. Për transhumancën. Pa diskutim. Gjitha projektet që ne po aplikojmë në AKSH, në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Inovacionit, patjetër. Po pikërisht e para, kjo që përmendet ju, është vërtet kjo dhe ne këtë po përpiqemi të bëjmë. Ka një aspekt tjetër në raport me diasporën akademike. Unë sapo jam kthyer nga Kölni, kur ne kemi marrë pjesë në një konferencë shumë të rëndësishme dhe Universiteti i Shkodrës këtu besoj do të jetë në vijën e parë të atyre institucionet arsimit lartë që do të mund të certifikojnë mësues e gjuhës shqipe jashtë Shqipërisë, pra që ato të kenë kompetencën, po që pas një, si thush, kontaktit të tillë dhe pas dizenjimit të një programi studimi, ne të mund ta finalizojmë atë me licencimin e një master profesional për certifikimin e gjuhës shqipe për to, por edhe për mësues që do japin gjuhën shqipe. Dhe ne këtu kemi parasysh traditën që ka Universiteti i Shkodrës, traditën e programeve të mësuesisë. Dhe po përpiqemi dhe po punojmë fort në këtë drejtim së bashku me diasporën akademike, që ne të kemi këtë mundësi pra që t'i licencojmë këto mësues. Ndërsa aspekti tjetër është pastaj që edhe njësitë bazë, edhe njësitë kryesore, si vjet, më mirë se sa vjet, në propozimet që kanë bërë për programet e reja të studimit, sepse ne tani me 30 nëntor kemi avancuar kërkesa për programet të reja studimi, për vitin që vjen akademik 26-27, ne kemi patër parasysh edhe studimin e tregut të punës. Pra departamentet kanë arritur që të bëjnë një studim të tregut të punës. A duhet përmirësuar kjo? Pa diskutim. Por risia për shembull për vitin tjetër do jetë programi në gjuhën angleze i administrim biznesit pranë fakultetit ekonomik. Besoj që duke patur parasysh edhe përpjekjet për ndërkombëtarizim, ne do të arrijmë që të mund të tërheqim student nga jashtë dhe diçka e tillë nuk mund të ndodhë nëse ne nuk jemi të përgatitur që të ofrojmë edhe programin e gjuhën angleze. Dhe programi administrim biznesit besoj ka për të qenë programi i parë, por që është një thirrje edhe për departamentet e tjera dhe për fakultetet e tjera që të punojnë në këtë drejtim, përveç gjuhëve të huaja. Kështu që po të kemi parasysh pra një studim më të mirë të tregut të punës, zgjerimin e ofertës akademike, aspektin e ndërkombëtarizimit dhe ndoshta shumë shpejt fillimin e profilizimit rajonal të universiteteve shqiptare, unë them që për maturantët dhe për trit ka për të pas një qartësi më të madhe. Dhe them që 2026 besoj që dhe kam shpresë se do jetë ndryshe. Do të mendojnë disi ndryshe të gjithë maturantët, sepse është kjo në thonjza mania për të bërë studimet jashtë ose për të shkuar në Tiranë dhe bërë studimet. A duhet të mendojnë disi më ndryshe tek vlera dhe cilësia e Universitetit të Shkodrës, që ta mendojnë dy herë, jo direkt, domethënë i vendosin edhe prindrit në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë, kostot e pafund me studimet e ndërprera sepse nuk arrin të shkojnë deri në fund. Prandaj duhet ta mendojnë më mirë për ta zgjedhur Universitetin e Shkodrës. Keni plotësisht të drejtë. Unë edhe në kontakte që kam pasur këtë vit me maturantët edhe me prindrit e tyre apo me drejtuesit e shkollave ku kam qenë, kam bërë një thirrje të qartë që edhe për arsye praktike, pra përveç cilësisë, përveç asaj çfarë ne duhet të ofrojmë për to, por edhe për arsye praktike, ata duhet të vinë të studojnë në Universitetin e Shkodrës. Shiko,
universitetet tashmë janë hapur. Ne funksionojmë në një treg global të punës, në një treg të hapur të edukimit, në një treg të hapur të arsimit të lartë. Dhe po të shikojmë programet janë shumë të përafërta. Kompetenca pedagogëve për të ofruar një program studimi edhe në gjuhën e huaj tashmë është evidente, dhe duke patër parasysh edhe literatura tashmë nuk ka si lloj kufizimi, dhe bibliotekat madje arrin të abonohen në platforma të ndryshme online, është mundësia që maturantët, pra të rit nesër në Universitetin e Shkodrës, të kenë mundësi diplomimi, pra mundësi sparit të programet studimit të cilat janë të përafta me programet jashtë, dhe duke patër parasysh edhe kostën e tesës dhe këto element praktik që ju thoni, ata të përfundojnë të paktën ciklin e parë, do ishte këshilla ime, ciklin e parë në Universitetin e Shkodrës. Ka mirë diploma jonë për tregun ndërkombëtar, pra njihet diploma jonë sepse këtu është gjithë meraku i të gjithëve. Prindrit s'do të kenë ma asnjë lloj meraku, jo vetëm për Universitetin e Shkodrës, për krejt sistemin e arsimit lartë në vend. Siç e thash, tashmë është një treg i hapur, programet e studimit dhe institucionet tashmë janë të akredituara dhe sipas afateve ligjore kanë hyrë dhe po hyjnë në procesin e akreditimit periodik institucional. Çka do të thotë që diplomat nuk kanë asnjë lloj pengese nga pikpamja e njohjes, nga pikpamja e cilësisë akademike. Natyrisht cilësia do të jetë me standardet evropiane dhe ne do t'i referohemi gjithmonë standardeve dhe udhëzimeve evropiane dhe po punojmë në këtë drejtim edhe mbi bazën e dokumentit të politikave të miratuara nga Ministria e Arsimit, por aspekti i njohjes nuk do të jetë pengesë që të rinjtë të vinë në Universitetin e Shkodrës apo në institucionet e tjera të arsimit të lartë. Ju garantoj për këtë, nuk ka absolutisht kanë të drejtë, por që tashmë nuk ekziston një barrierë e tillë. Kjo është ka përcyer. Sfida jonë është që diplomat jetë sa më cilësore, që ne të jemi kompetitiv të paktën me universitetet e rajonit, në mënyrë që njëri që është diplomuar në Universitetin e Shkodrës, kur konkuron për një vend pune, të përzgjidhet, dush mi bazën e atyre arritjeve akademike që ka patur, por edhe të shpërhive të tjera që ka fituar gjatë viteve të studimit, apo në aspekte që kanë bajnë me internshipet dhe elemente të tjerë të praktikave profesionale. Ne kemi programe studimit të shkëlqyera, në Fakultetin Ekonomik, po besoj kudo. Programet që kanë bajnë brenda Fakultetit të Shkencave të Natyrës, siç janë programet e shkencave mjekësore teknike, pa diskutim informatika, po unë besoj kudo tjetër, artet, sportet, edukimi fizik dhe sportet. Dhe në këtë aspekt ne duhet të punojmë më tepër, pra thash edhe herë, që të jemi sa më kompetitiv në tregun e punës, dhe kjo bëhet duke pasur një diplomë sa më cilësore, por aspekti formal i njohjes tashmë nuk ekziston si pengesë apo si barrierë. Ju falenderoj për këtë. Ne do të kalojmë tashmë disa pyetje më ndoshta personale. Ju vetë ku do e kaloni vitin e ri? Të them të drejtën, nuk është se e kam menduar akoma, nuk kemi ndonjë plan. Unë zakonisht jam spontan. Fokusi, vëmendja ime kryesore është 2 javë që ne i kemi shumë intensive, do kemi një... Për momentin e kemi mendje të puna. Absolutisht kam të puna, sepse ne kemi një sër aktivitetesh këtë javë dhe javën që vjen. Nesër do kemi, besoj që do jeti pranishëm këtu dhe ambasadori i Republikës Turke në një aktivitet. Pastaj ne do kemi dita ete, Universiteti ka një konferencë shkencore ndërkombëtare shumë të rëndësishme, që lidhen me aspektet e inteligjencës artificiale, të inovacionit, si ato ndikojnë në ekonomi, ku është bërë një organizim me kohë për një konferencë të tillë, që do jetë ndoshta në konferencat kryesore këtij institucioni për 2025-ën. Do kemi një konferencë tjetër mjaft të rëndësishme, por në të njëjtën ditë sa i takon aspekteve që lidhen me përfshirjen sociale të komunitetit rom dhe egjiptian në shoqërinë shqiptare, dhe ne si Fakulteti i Edukimit do kemi rol të dorës së parë në një konferencë të tillë. Pastaj java që vjen do vijoj me një mbledhje shumë të rëndësishme të Senatit Akademik me bordin e administrimit, që kanë bajnë me ecurinë vjetore, po them të gjithë procesin mësimor akademik, të aspektet që lidhen me kërkimin, me projektet e kështu me radhë, do jetë shumë ngjeshur për jetë vërtet kjo javë dhe java që vjen. Kështu që deri me spontanitetin. Eksakt, kështu që me datën 19, natyrisht besoj do kemi edhe një
darkë të vitit të ri, siç është kjo zakonisht tradit, edhe Universiteti i Shkodrës, po besoj edhe institucionet e tjera e kanë patur diçka të tillë, administratoria dhe zyrat e tjera po punojnë për. Pra, deri me datë 19 unë nuk e kam fare mendjen të festimet qoftë për Krishtlindjet apo për vitin e ri, po besoj që ne do të arrijmë të bëjmë diçka sepse kemi kohën përpara. Kështu që jam i sigurt që eksakt, kështu që për 26-ën, me thanë të drejtën, natyrisht jo vetëm për teleshikuesit tuaj, por për Shkodrën dhe Shkodran, për studentët dhe studentët, për personelin e brendshëm akademik dhe për personelin e jashtëm akademik, për administratën. Unë uroj që të jetë 2026 një vit më i mirë në raport me cilësinë e jetës, raport me sigurinë, raport me punësimin. Dhe ajo çka unë do doja për të rinjt sidomos, le të jetë ndoshta 2026 një vit kthese në raport me atë çfarë ato mendojnë për të ardhmen e tyre. Unë them që janë kushtet, po krijon kushtet që ta mendojnë të ardhmen në Shkodër, ta mendojnë të ardhmen në Shqipëri. Veçanërisht studentët. Fola më sipër për sfidat raport me cilësinë, por unë duke patur një bashkëpunim me pushtetin vendor, një bashkëpunim gjithnjë më të afërt, unë them që 2026 le të jetë ndoshta viti i kthesës që këta të ri të mund të mendojnë për studimin dhe punësimin në Shkodër, në Shqipëri. Pa diskutim, pastaj, duke qenë të lirë dhe duke gëzuar atë që ne i themi zgjedhje e lirë, ato mund të mendojnë pra në një fazë të tjetër të jetës, për shembull cikli i dytë i studimit që unë përmenda jashtë, por unë them që ato duhet të jenë të përqendruar, duhet ta mendojnë për një sër arsyesh të ardhmen e tyre në Shqipëri, në vendin e tyre, në Shkodrën tonë të bukur, e cila ndryshon çdo ditë dhe është bërë dhe bëhet gjithnjë më e këndshme. Kështu që ky do ishte urimi im, sidomos për të rinjt, pra jo vetëm ato universitar, po të tjerë që të përqendrohen këtu. Dhe besoj që 2026 do të mund të shënoj këtë kthes për të rinjt shkodran, dhe natyrisht është edhe detyra jonë që të krijojmë një mjedis sa më të përshtatshëm për to, sa më të këndshëm për to, në mënyrë që ato të fillojnë dhe të mendojnë që stop largimit, ndoshta edhe pa një projekt në kokë jashtë kufive të vendit, ose të paktën edhe ato që tentojnë ta provojnë të mund të rikthehen përsëri në Shkodër, sepse unë besoj që përtej vështirësive, përtej sfidave, ky vend ka shpresë. Dhe nëse universiteti nuk është në front të krijimit të kushteve të tilla që avantazhojnë të rinjt shqiptarë, ne pastaj do ta kemi shumë të vështirë që ti bindim ato që të ndërtojnë të ardhmen në Shkodër. Ju falenderoj shumë për këtë mesazh dhe këtë urim kaq të bukur e të vyer për të gjithë teleshikuesit, sidomos për studentët. Besoj i ke futur dhe në diskutime në familjet e tyre, do kenë kohë, ditë pushimi kanë, kështu që do mendojmë më seriozisht dhe jo ta lënë për momentin e fundit. Pas datës 19 edhe për studentët dhe për prindrit e tyre është një moment reflektimi. Është një moment reflektimi dhe vërtet edhe në festa përtej urimeve dhe kontakteve që ne kemi me njëri tjetrin, besoj dhe Shkodra tashmë pra ka një atmosferë tjetër, do kemi mundësi, kemi plot të afërm tanë që vinë nga jashtë për të kaluar festat ndoshta gjithë së bashku, kështu që le ta përdorin edhe këtë periudhë pra të festave të fundvitit dhe fillimin e janarit të 2026 është para për të reflektuar, sepse individet, njerëzit janë qenie të vetëdijshme që duhet i japin gjithmonë kuptim dhe qëllim, po them, veprimeve të tyre, sjelljeve të tyre, dhe është momenti ndoshta që ne, siç thash më sipër, veçanërisht edhe herë theksoj për të rinjt, që 2026 të fillojë të shënoj kthesën e madhe. Pra, të qëndrojnë në Shkodër, të studiojnë në Shkodër, të punojnë në Shkodër.
Faleminderit shumë. Faleminderit Shumë shumë. faleminderit. Gëzuar edhe ju, mediave, TV1 Channel dhe televizionit e tjera natyrisht, të cilët dëshiroj t'i falenderoj me këtë rast, edhe një herë që kanë përcjell në mënyrë realiste gjitha zhvillimet e këtij institucioni. Ky është universitet që i përket Shkodrës, që i përket veriut dhe verilinës së vendit, që i përket gjithë shqiptarëve kudo janë.